Në kuadër të një turi studimor mbi Holokaustin dhe historinë e brejnëve në Ballkan, një grup studentësh dhe studiuesish nga programet universitare të studimeve mbi Holokaustin dhe genocidin vizituan qytetin e Vlorës. Pjesë e grupit ishin të rinj nga vende të ndryshme të botës, përfshirë Argjentinën, Venezuelën, Gjermaninë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të Europës. Vizita në Vlorë nisi në zonën historike të qytetit. Gjatë saj grupi u njoh me historinë e komunitetit hebre në Vlorë dhe me kontributin që shqiptarët të dhanë në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Pjesë e grupit, qytetarja e nderit të Vlorës, Ana Cohen, shpjegoi se vizita ka karakter edukativ dhe synon njohjen me historinë e Holokaustit, si dhe me rolin që luajti Shqipëria në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Të dashur vlonjat bashkëdhetar, neve sot jemi mbledhur këtu me një grup hebresh student për masters, duke mësuar masters për Holokaustin dhe gjenocidin. Këta student që të bëjnë thesis duhet që të mësojnë dhe të bëjnë dhe një udhëtim në vendet ballkanike. Kur ta bëjnë këtë udhëtimin, do mësojnë nga gjitha vendet se si ishte Holokausti dhe kanë gjitha ato pyetje për të bërë. Por vendi parë që erdhëm ishte Shqipëria. Edhe unë i takova grupin këtu dhe kemi kaluar shumë bukur. Pas Tiranës, sot vajtëm në Beratën në Vlorë, në Berat pana të vendit ku ishin hebrejt dhe vajtëm te Muzeumi Solomoni. Kurse tani erdhëm në Vlorë që të vemi të rruga e Ana Cohen, në qoftë se i njihni, qytetare nderë e Vlorës, që vdes për vlonjatët dhe Shqipërinë. Një nga pjesëmarrësit e grupit, Bete Zaret, tha se kjo është vizita e saj e parë në Shqipëri. Jam këtu me një grup studentësh të nivelit master për të mësuar më shumë rreth Holokaustit dhe jetës së hebrejve. Shqipëria ka një histori të shkëlqyer në këtë aspekt. U shpreh ajo. Ndërkohë, përgjegjësi i grupit Shej Pilnik vlerësoi mikpritjen shqiptare dhe rëndësinë e ruajtjes së kujtesës historike për brezat e rinj. Moti është i mrekullueshëm dhe njerëzit janë shumë miqësorë, që tani po mendoj se kur do të rikthehem sërish. Jemi këtu për të kujtuar dhe nderuar mikpritjen që shqiptarët u treguan hebrejve gjatë periudhës më të errët të historisë së tyre. Gjatë vizitës, Ana Cohen prezantoi para grupit dhe një antar të familjes Lazaj nga Trevllazri, familje e cila strehoi dhe shpëtoi hebrejnë gjatë pushtimit nazist. Historia e tyre u sol si një shembull i gjallë i traditës shqiptare të besës dhe solidaritetit njerëzor, që bëri të mundur shpëtimin e shumë familjeve hebreje gjatë luftës së dytë botërore. Rokua është shpëtimtari i familjes time, babai i tij, Roko Lazaj, nga Trevllazri. Edhe ky me këtë vap sot erdhi se ishte kaq i gëzuar që të shofi të gjithë grupin. Edhe të gjithë u takuan, i bën pyetje, është shumë bukur. Historia e familjes së Ana Cohen lidhet gjithashtu me mbrojtjen që shqiptarët u dhanë hebrejve gjatë asaj periudhe tragjike. Vizita në Vlorë u konsiderua një moment i rëndësishëm për forcimin e lidhjeve historike dhe kulturore mes shqiptarëve dhe hebrejve, si dhe për promovimin e vlerave të tolerancës, bashkëjetesës dhe kujtesës historike.